Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-ve të mia, mund të klikoni këtu poshtë te logoja ime. Mirë, me live-in e sotëm ne do shkojmë në Itali dhe do të jemi në zonën e Firenzes. Në fakt, vetëm përpara disa ditëve, një zotëri, një 60 vjeçar me emrin Artur Malaj, tregoi jetën e tij të vështirë dhe ndarën me bashkëshorten në një moshë madhore, duke akuzuar se fëmijët, 4 fëmijët, adoleshentë me problemet e asaj moshe shkatërruan gjithë familjen duke ndarë nënën dhe babain, por gruaja e tij, ose më saktë ish gruaja, se ende nuk ka ndodhur divorci, ata kanë një vit që janë ndarë, zonja Flora nuk është ndier mirë kur e ka dëgjuar babain e fëmijëve të saj dhe kërkon që sot të reagojë dhe të jetë këtu në këtë live. Por fillimisht unë dua të prezantoj një klip të shkurtër në momentin që zoti Artur Malaj ka qenë me mua këtu në këtë live dhe rikthehemi. I me shoqe u thot që më kanë ardhur njerëz se burri, po më minaçojnë me gjithë burrin. Edhe kjo më mbylli derën mua, kjo lodhja të paletën nga mbrapa. Nuk të qasin në shtëpi. Ata kisha qenë tim. Hapa derën una dhe tash vate derën me çfarë bën kështu. Jo, tha, me atë qeshu, kjo aty të rrishta si qen, tha. Urdhë të shmarë urdhë mbrojtje. Unë isha i vdekur, njeri i vdekur, mori urdhë mbrojtje nga mua. Dhe përshja pse ma bëri kështu, qarë papi? I thashun të papë zoti, i thashun, jo, që më bëmë kështu, i thashuna. Edhe i thash këtë, unë isha me makinë me i Ford, i Max. Edhe kjo kishtë në karabinierëve që më doli i burri para dhe që më shtipi me makinë. Qa atere, una fillova pasaj i shaja kështu në telefone, bëja. Po për fëmijët, ke një mesazh? Nuk duan, thot që ke trajtuar mamin keq. E dëgjuam denoncimin e këtij 60 vjeçari i cili tregoi jetën e tij, por edhe duke akuzuar gruan, zonjën Flora. Kështu që unë do hap dritaren, pasi Flora është duke më pritur dhe kërkon që ditën e sotme të japi disa përgjigje, por ndoshta mund të jenë edhe përballë me njëri tjetrin në minutat në vazhdim. Flora, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. E dashur Flora, unë e di që je shqetësuar, ke parë bashortin tënd kur ishte live me mua dhe ka treguar historinë e jetës së tij. Nuk ka rëndësi të tregojmë gjërat e 10 vjetëve më përpara. Çfarë kemi kaluar dhe çfarë bën fëmijët tanë. Këtu flitesh për ndarjen e ne dyve, sepse ashtu erdhën gjërat. Unë doja tikja që kur i kisha 2 fëmijë të mëdhenj shumë të vegjël, sepse erdhi nga Italia, i gjej ca foto natë kohë xhelozia, budallallëqe, ca foto të një fëmre që kishte këtu në Itali, i them, ja marr, ja tregoj, e i them, miru pafshi. Jo, do të marr në Itali, do ikim që nesër, do bëj këtë bëri pa mundrë, na mori, unë vylla e ston, ai muhabet edhe mbaroi filmi aty. Jeta rrjedhoi pastaj, me sakrificat, me jo vetëm për ne, siç e kanë që të gjithë. Unë, nëse bëj sakrifica për fëmijët, është detyra ime se i kemi bërë, punë nuk kemi trashëgimi nga prindrit që t'i rrisin fëmijët me mirëqendje si në gjitha vendet. Jo, janë sakrificat tona, nuk prunë 1 dhe 2, na erdhën 4. Okej, në rregull. Rritëm 4 fëmijë. Me sakrifica, ca ai, ca unë, me luftë me të gjitha. Nuk ishte nevoja të sqaronte, sepse unë një herë para 30 vjetësh i kam nisur 200 euro prindërve të mi. Kur ai punonte, unë punoja, nuk më pyeste kur unë ishte nipërve apo mbesave apo prindërve apo çdo njeriu, nuk e pyeta. Pika tjetër, na fëmijët në moshën 16 vjeç, 15, 16 vjeç, vinin pak më vonë nga që ishin në shtëpi. Filloi lufta, sherrri, duhet bëj në këtë orë, 16 vjeç i ndori nga shtëpia për jashtë. Ai më tregoi, pra zoti Artur më tregoi. Zoti Artur më tregoi që ka fëmijët i nxirja për jashtë. Thot një realitet. Po, më tregoi që kam qenë një baba i rrept dhe kërkoja disiplinë tek fëmijët. I rrept, po pa kuptim, se fëmijë po nxorë për jashtë, nuk e kontrollon dot më. Po, e vërtet. Si mund ta edukoj unë një fëmijë kur i mbyll derën dhe nxjerr për jashtë?
Fëmia merret, ulet, i flitet me të mirë që të më kuptoj, me qetësim, me fjalë dulta. Jo ti thuash fjalën e fundit, nuk i thuaj fjalën e fundit fëmijës. Iku kjo. E dyta, nëse të fëmijë e morën atë rrugë që morën, ishtin pikërisht niprit e atij, të motrës e atij, djemtë e motrës e atij që i futën atë rrugë. Unë tashti 60 vjeçë nuk më intereson të ndahem nga burri. Po, e Ti do qartë. hante i pilat makarona, do lajshin dy rroba, mbaroj muhabeti. Nuk më intereson të bënte gjithë këto ignorancira në për televizione, në për shumë gjëra. Nuk më intereson. Kur nxori fëmijët në shtëpi, duhet kisha ikur me fëmijët. Por nuk ika se këta binjakët i kisha shumë të vegjël. Edhe shtëpin e kisha shtëpi komune, ma kishte dhënë komuna. Dhe ishte në emrin tim dhe të Arturit. Flora, ti po më tregon që konflikti mes teje dhe Arturit ka ardhur për shkak të fëmijëve. Probleme që kanë sjellë për fëmijët në familje, jo se ke patur ti një problem me bashortin. Po, edhe unë kisha probleme me të njëri, sepse ishte njëri xhelozit e pruar. Por gjithë të vite martesë kështu kanë kaluar mes teje dhe Arturit në këtë lloj gjendje, vetëm konflikte dhe sherr? Jo, puna ime ishte sepse mua më ran fëmijët në burg, kur më ran fëmijët në burg, vendosa që nuk më interesonte më asgjë se çfarë bënte ai. Dhe pse fëmijët ranë në burg, ai kishte përballë një hall shumë se do fitonte lekë që të nxjitte fëmijët në burg. Dhe unë i thosha gjithmonë, Artur, nuk zgjidhen kështu problemet, me të marrë dhe lekët që punon dhe ti hedhësh atje ku po je. Dhe sëmundja që ka ai kishte thjesht një vend. Dhe kur e kemi quar, që e kemi vizituar, doktoresha i ka thënë, zgjidh një bravo psikiatër, sepse nuk e asnjë gjë nga zemra, ti ke ansia, ke një depresion shumë të rëndë brenda. Dhe ishte e vërtet sepse loste ditë natë dhe ka hedhur 50.000 euro, 100.000 euro që i ka lozur. Pse ka lozur bixhoz? Po, ky është realiteti i këtij personi. Por çfarë ndodhi atë ditë që ti e denoncove në polici dhe ai përfundoi në spital? Okej. Denoncimi i policisë. Futën fëmijët e mi në burg, shkaktar kanë qenë fëmijët e motrës e këtia. Kur doli djali njëri nga djemtë nga burgu, i tha, kaloi gati një ditë, ata nuk erdhën asnjëri që shoqëu që erdhi djali mirë nga burgu. Kaq. Nuk erdhën sepse dinin që ishin të lyer me kokë. Mirë po me këtë e peshkonin nga krau tjetër e mbanin afër, sepse donin informacione. Çaj informacione, unë dhe tash që po flas me ty nuk e di. Ma e mbanin shumë afër. Dhe kur doli djali i tha, babi, ti i ke motra, i ke vlezër, i ke nipër. Fol në telefon, mund të vesh tek ata, ma kjo shtëpi siç është e jotja është dhe imja. Këtu do vi unë po i gjeta këtu nuk dua t'i gjej. Nuk kam asnjë gjë me ata. Unë vazhdoj përpara, jeta ime vazhdon. Kaq, u mbyll ky muhabet këtu. Koncidoi një ditë që djali vinte tek unë, në shtëpi tek neve, ky ishte në spital, mirë po me një vllain e tij, ky kishte 3 vjet që s'fliste. Në vend të merrte ambulancën, sa foli një muaj gjë, merrte kunatën, nusen e vllajt. Mirë, po në shtëpi nuk vinin kurrë, nuk flisnin, nuk bënin asnjë gjë, dakor, mos më interesonte. Unë punoja, bia buk në shtëpi, janë 7 mëngjesit, dia 7 darkë. Vajti në spital dhe e pruri kunata në shtëpi. Kur e bie në shtëpi, po çidon dhe djali. I tha, kur i ku ajo, pasu konflikt, i tha, babi, të kam thënë që unë ata nuk i dua në shtëpi. E mirë, ky muhabet edhe la aty djali. I ku djali pastaj u mërzitën nuk u zon. Okej. Në darkën se kishte këtë gjithmonë ky. Kur zihesh me mua për punë lekësh, kur i duheshin lekë për të lozur, që nuk harrinte dot të kërkonte motrave apo
Por se ti po e nxjerr Arturin që Arturi jo vetëm që s'ka punuar, po ka prishur dhe lekët e tua. Ka që i papërgjegjshëm? Ai ka punuar, lekët e tij ai ka prishur që të gjitha. Çfarë ndodhi mes te dhe atit, si u nda t'ju, sepse ai më tregoi që ju e denoncuat në polici, ai po shkonte në spital dhe përfundoi në polici. Po, ta tregoj unë. Tashti, këtë episod do të tregoj dhe boll, se unë kam shumë gjëra për të thënë 30 vjet jetë që i them sot, se nuk kisha asnjë gjë 30 vjetën. Këto gjëra u bën për një ditë. Na ngrihet të vinë kunata që e bie këtë në shtëpi, Koçidon djali, siç ta thash këtë muhabet, dhe ikën. Në darket vi nga puna në orën 7, po bëja për të ngrënë fëmijëve, bëra lavatriçe e të gjitha. Vete ti flas këtia, mi po ky rrinte se kishim 2-3 vjet të ndarur, fija në dhomën janë, ky në dhomën e tij, se loste për natën. Duhet ishte atje i qetë që të loste të mbushte eura loto quhen këtu, nuk e di si quhen aty. E qartë. Edhe thjesht nuk e shqetësoja, po ishte bërë aq nervoz i tepruar, sikur të guxoje, të thoshe diçka, me çat kishte ndorë telekomando, ka thyer shumë telefona, çat kishte ndorë të qëllonte. Pra, martesa juaj kishte përfunduar që përpara 3 viteve? Po. Ju jetonit? Po, për mua ishte thjesht babai fëmijëve, kur grindesh me mua për një gjë më të vogël, o do merrte prindrit e do vinin me njëherë në Shqipëria në Itali, që të diskutohesh muhabeti, o të mblidhte tëra motrat e vëllezrit e punetrit. Fëmia nuk është nevojë të frymëzohet nga nëna që punon mëngjes e darka dhe unë i shikoja shumë pak. Gjërat shikohen. Fëmia gjykon më shumë nga një tjetër. Por atë ditë pati dhunë që ti e denoncove në polici? Po. Tashti vinë atë natë aty këta që të gjithë, dhe unë ngrihem dhe dal për jashtë apo binte shi. Kur kjo më tha ashtu dhe ky u ngrit pastaj se ky kur vinin motrat e tija dhe punetrit edhe vëllezrit e të gjithë nitri, me të shumë kurajë, nuk linte më pa të ofenduar, pa të sharë, pa çdo gjë. Djali i vogël, njëri nga binjakët, merr vllan në telefon. Marsinin, këtë që ka dalë nga burgu. Qino i thot, kështu kanë ardhur të gjithë të afërmit e mamit, hallat edhe burrat e hallave të tërkta, edhe mami ka dalë për jashta. Po pse mor pisi, i thot ai, lini mamin për jashta, po pse mami 60 vjeçë tërë jetën për jashta do rri se vinë ata, duhet dalim ne për jashta që të rrinë ata në atë shtëpi. Ne nuk kemi vend. Ata kanë familjet e tyre, ne nuk I kemi shqetësuar kurrë. Ngrihet djali, mirë po është shumë lart nga këtu edhe për 2 orë djali e ka bërë për gjysmore. Unë nuk e di si e ka prur Zoti me makinë për gjysmore. Dhe në gjem parkeggjo, po unë nuk e dija, isha futur në makinën e djalit tjetër, dhe po rria, po prisja I thash djalit që kur tikin ata, merre mami në telefon që të vi, që mos të bënim sherr. E qartë, e kuptova. Po shikoj më vin djali tjetër. Vin djali më thot mami, hajde do vemi shtëpi. Ne nuk jemi, çfarë jemi ne? Jemi 2025. Uj, qëndrojnë në këto gjëra të gjudikohet, të gjykohet I femër në këtë moshë që ke ti. Nuk pati një të tërburë, e mbajtje sepse ato ishin pushtet, ato ishin rrojtje për të tjerët, se do flisni. Tashti, kemi dhe ne të drejtë, kemi nën. E qartë, e kuptoj. Kemi gabuar neve, po nuk duhet me pojnë mbi tyja. Erdhi djali, I thashun të betohem të keqen mami, se ai nuk duhet jetë prezent në sherre, në këto, se akoma nuk e ka mbyllur me drejtësi. Problemet e shtetit. Ka dalë jashtë, ka firma, nuk duhet jetë prezente në sherre. Mirë po, njerëzit e ati, këto gjëra I din shumë mirë. Dhe erdhi djali, edhe nuk futën brenda në shtëpi, shtëpia ishte plot. U fut erdhi djali me gjithë të fejuarën, edhe 2 bimëllon. Ata ishin të gjithë në kuzhinë. E merr djali dhe I thot, ndër një çik aty, vajti në kuzhinë merrte një kagure ujë. Ata nuk e kishin takuar në 3 vjet që kishte dalë djali nga burgu, nuk e kishin takuar asnjëherë. Do flasim bashkë 5 minuta se nuk kam kohë. Ngrihet burri motrës e këtia dhe I thot, po se çfarë do I bësh ti atij, më fal për shprehjen, më fal, nuk e kam në edukat. Do I haç këtia? E provokon.
sepse ata këtë donin që të qëllonte ky dhe vinte policia dhe të arrestohesh djali. Po mirë njerëzit e babait, por vetë babai e kërkonte këtë gjë që djalit përfundonte në burg? Jo, sepse ai është viktimë e atyre. Arrin t'i kuptoja gjatë ku e kanë ata pikën e tyre. Ata e bëjnë erën të organizatosh pra brenda. Atë natë kur vinë aty, ngrihet djali i thotë, po unë nuk të ofendova, unë nuk të shqava, më keni nxjerrën për jashta. Dhe në atë mes ngrihet ai ta qelloi tashti, burri motrës e Arturit, djali. E qartë. Okej, në këtë moment që po bësh lufta sherrri, njëri nga ata mori policinë, se e ka marrë Arturi, se e kanë marrë niprit e këtij, këtë epizodja. E kuptoj. Në këtë moment, ju them të ata, kam thënë vetëm kaq, t'ju vitur, pjazëku qoftë, që kemi një jetë që po luftoj me këto lloj probleme dhe ju na i rihatni prap në e para të tilla probleme. Ne mundohemi ti heqim avash, juve nuk, sepse kur e dini çfarë probleme kishim me familjen e Arturit, motrat apo punën e tjetrit, kur ai i tha që unë kam problem, djali më tha kështu apo ashtu, ky mund t'i thoshte që po, ti ke probleme me djalin, ma zgjidhi me djalin dhe me gruan, jo me neve. Sepse ne për djalin nuk kemi ardhur. Pastaj gjërat në familje, zgjidhen në familje, nuk zgjidhen jashtë. Gjithë jetën ke pasur konflikte? Motrës e atij. Flora, gjithë jetën ke pasur konflikte me kunatat e tua? Po, tërë jetën me fjalë të gjukonin, për çdo gjë duhet hatje bojnë se dinin ato se ç'duhet bërë në shtëpi. Sa kohë bë që Arturi është larguar dhe ti e ndar? Një vit. Një vit. Ju do shkoni drejt divorcit? Po. Gjërat janë verifikuar, sepse në atë moment aty brenda kur janë bërë këto sherre, çdo gjë e fijure djalit i pas ka regjistruar. Dhe duket se djali përshëndet baban dhe i thot vetëm këtë fjalë. E qartë. Sepse po mos kishte qenë kjo video, sot djali im do kishte një vit brenda në burg prap. Por sot fëmijët nuk duan ta takojnë babain e tyre? Jo se nuk duan fëmijët ta takojnë baban. Pas këtyre gjërave, erdhi policia brenda, e denancova dhe unë se unë tashti. Si mund të bëja të mbaja krahun e Arturit, kur nuk ishte faj djali? Unë o do denancoja Arturin, o do denancoja djalin, dy ishin gjëra. Unë mund të preferoja të denancoja Arturin, që ofendoi apo mori policin që ai, se s'kisha mënyrë tjetër. Megjithatë ikën këto gjëra, policia i dha urdhërmbrojtje që nuk duhet afrohesh, që unë jam sot këtu që po flas me juve, jam e mbijetuar sepse ai e ka gjetur policia brenda, shkutur 2 herë në shtëpi me varret për të më vrarë mua, jo për të prishu shtëpinë. Dhe ditën e parë policia e kuptoi, ka marrë Sarën, vajzën të fjurën e djalit telefon dhe i ka thënë, po nuk e more Florën ti sonde, nesër do ta kesh në koshencë. Po ndodhi diçka. Sepse po e shikojmë Arturin jashtë kontrollit në xhiro, vërtall shtëpisë. Ai pretendon që Ai pretendon Flora sipas tij që doja të vija në shtëpi dhe ishin ndruar gjithë bravat dhe nga mërzia kanë prishur edhe disa gjëra në shtëpi. Këtë gjë ka deklaruar. E vërtet, nga mërzia ai është shkutur për të më vrarë mua. Jo për të prishur gjëra. Ma nuk më gjeti edhe shkatërroi shtëpinë. Po kjo është e frikshme nëse është e vërtet. Po, është e vërtet. Sepse janë të gjitha mesazhet që më thot, unë do kontrolloj, do gjej mesazhin dhe do ta dërgoj. Që më thot, ma unë vetëm të dali gjallë që këtu, se ishte në spital dhe më merr në telefon, i them, po çfarë ke? Qetësoj, do rregullohen gjërat, se unë e dija që ai kishte diçka psiqike në tru, nuk ishte normal, nuk ishte në vete, që fliste jashtë kontrollit. Ma më thot, jo, dua vetëm të dali gjallë, pa unë do ta shikosh ti.
Artur, përshëndetje. Përshëndetje. Uroj të jesh mirë me shëndet. Faleminderit. Po dëgjoj, unë kam disa minuta që flas me Florën, me nënën e fëmijëve të tu, por me sa kuptova, edhe ju jeni pjesë e shumë gabimeve në familje. Për çfarë gabime për shembull? Gabimet Nuk ka arritur ti sqaroj gabimet që ka bërë. Pse nuk i sqaron gabimet që të marrë dhe unë faje gabimet e mia dhe ajo gabimet e saj. I dashur Artur, thjesht fakti që jeta jote ka qenë mes një pune të lodhshme dhe gjitha ato para i lije në bixhoz, kjo i vë kapakun të gjitha në një familje, mendoj unë. Dëgjoj, guarda, ajo është mashtruese, është gënjeshtare, nuk ato le të dalë në gjyq ti thot edhe po shtyn gjyqin, po edhe kur ishim radhë parë në janar, i tha djalit ik, u lavos në avukatën, i tha djalit ik bënë së mur edhe ik edhe më shtyn gjyqin, ka qenë vjet në të bëri një pyetje. Të bëri një pyetje, se përgjigje për pyetjen që të bëri. Lozje apo nuk lozje bixhoz? Ato janë unë los akoma. Edhe që jam kështu, los akoma. Artur. Dakor. Ska rëndësi. Më falë. Sa vjet kam që mirë që los dhe janë faktet edhe në shtatorin që jo këtë shtator të 2024, 2023. Nuk më intereson, nuk të thoshte që njëri filozje në shtëpiritin në mua. Ju duken të mira dhe Artur. Mbas 20 vite. I dashur Artur. Mbas një muaje si që blokova unë nga erdhja diskale. Lëri personit të tej përgjigje, më fal. I dashur Artur. Ja. Ai me fëmijët i ka vrarë për së dyti herë. Me mua nuk ishte asgjë dhe unë ja kisha falur të gjitha. Dhe djali ma më thoshte, unë dua të fëmijët i ke vrarë ti, po fëmijët i ke vrarë ti që kur unë nuk i lija brenda, edhe fëmijët i kjo Olta guarda, kjo me djalë, shko qa bënde me djalë, mua nuk më thoshin, unë veam... Artur, të ndërpres pak, Artur, të lutem, të ndërpres pak, Artur. Edhe me të letët në fëmijët e re u bë... Në familjen tonë, po më njofi edhe mua të njofi dhe që kemi luftuar që të dy për ata 4 fëmijë. Tash e kemi luftuar, Artur, të lutem, më lër mua Flora. Artur, unë nuk të njoh ty dhe nuk të mbroj, as Florën nuk e njoh fare. Herë e parë që e shikoj dhe flas dhe nuk kam arsye ta mbroj Florën. Flas si një grua, flas si një nën. Nëse bashorti im do luante bixhoz, familja ime do ishte shkatëruar që ditën e parë. Se do isha unë e para që t'i kërkoja ndarjen. Dhe ta them sinqerisht, meshkuj që luajnë bixhoz janë të parët që shkatërrojnë familjen me duart e tyre. Guarda. Flasim me këmbë në tokë dhe t'jemi realist. Kam unë që po luaj edhe pse bëri në momentin që unë kisha operacionin për 5 megë. Më fal, mund të përgjigjem? Patjetër. Ka një jetë të tërë që los. Një jetë të tërë. Dhe ndarja jonë nuk erdhi nga lodra, nga bixhozi tia. Ndarja jonë erdhi për një fakt, sepse fëmijët e tanë të mëdhenj që janë atje ku janë, ja kishte bërë të qartë, i kishte thënë babi, unë nuk flas me ata dhe në shtëpi nuk dua ti takoj. Ti ke 20 dhe kur unë e pash, ngela ushanga, thash ne punat e këtia e merrte ambulanca. Djali kishte marrë patentën i vogli vente dhe ai larte poshtë. Djali guarda, më fal një minutë. Po mirë, dakor. Si do merja unë djalin, unë vini Niprit, më merri Niprit, më merrte Kunati, më merrte Kunata, edhe nuk më pyete një herë. Nuk më pyete një herë. Për çfarë do ta merja unë? Flora, nëse do t'i ikësh, djali vinte. Duket kush është. Kuptove në një fjalë deri tash unë s'kam kuptuar. Do të thosha vetëm një fjalë, që muhabeti, edhe sot unë ishte papai i fëmijëve, nuk e zgjova, më ra në pjesë. Si të gjitha gjërat, siç i ra në pjesë më ra në pjesë. Po pse thosh që më para dali sa të ndaj mua një fëmijë pa unë do t'jap dhunë, pse ma thoshe këtë llaf? Dhe pse kur veni me nënën time, pse i thoshë djalit në Siena që baba yt nuk ka njerëz që kanë vdekur, pse i thoshë plakës atëre me fjalë djalit Bushit, pse i thoshë që kanë vdekur njerëz te baba? Nuk që thua ti.
Ti mund të thosh çdo gjë. Ti po ti do ti ta ndreqje. Ti po thosh çdo gjë. Më fal, Odeta, një fjalë. Mund të flas me ty, nuk kam të lutem, unë me këtë nuk dua të flas, nuk sepse nuk i dua të flas me ty. Unë dua të flas dhe problemet brenda ignorancën tënde, në kohë që unë po vdisja, ti bëje në proteste, edhe po të një motrat e mia, ti ja bëje asaj gotës e kafes edhe ikje. Mua ndinte vllai ti më shishje në dhomë, apo s'ishte kështu? Pse më shishje në dhomë? Me ta. Nuk isha punë. Ti ishte në atë moment, ti ishte 2 vjet, 3 vjet që po bëhe këtë punë. Sepse nuk arrita do të nxirja aty në problemet tua që ishte. S'ka lidhje familja jote. Ata vinë mbrapa. Pse nxore problemin në atë moment ti kujdeso. Pse nxore më para, e bëje më para këtë muhabeti. Pse e bëre atë ditë? Pastaj popullin e marshallit që thoshte senjora, në stin time jam nuk komandon asnjë asnjë. Se ja bëje si. E pastaj shko qarë bënde kjo. Artur, të lutem, Artur. Mori një ditë të fikën, edhe ja bënde më kante mua duart, edhe ja bënde nga qëllon, Flora, nëse do të largohesh, kjo ka bërë shumë, po unë ti thasha, se s'kisha dhe këto. Jam këtu për të sqaruar gjërat e kësaj nuk numërojnë. Flora, mund të largohesh nëse dëshiron, nëse ke diçka të fundit. Edhe mori hodhi fikën. Të lutem, Artur. Mund të flas, Odeta. Artur, unë të kam dëgjuar me ty. Të kam dëgjuar. Mund t'japim pak kohë. Jo, të lutem, mund t'japim kohë dhe Florës. Flora, mund të flasësh dhe nëse do të largosh, largohu kur të duash. Gjëra nuk ishte për të ndodhur asnjë gjë. Sepse ai atë drejtin kish marrë dhe mua nuk më interesonte më. Ishte 60 vjeç, ai 60 vjeç e unë, nuk ishte Jo, si e 60, nuk je 60 se kam shumë gjëra unë që po të bajtë të tua. Kam shumë gjëra. Kam shumë gjëra edhe kur erdha te kaseta që mora ca vegla, dikush ishte brenda atje në shtëpi, po nuk i them, nuk do t'i them hapur tuja, se më vjen turp. Kam ciplë faqe. Ti ke pasur lidhje që me kohë, se ke them dashnia. Ke pasur lidhje. Ke pasur lidhje, shumë të drejtën. Ke pasur lidhje. Shumë të drejtën. Mos kesh ke një qeshje ironike ti që ka qonë brusën tea. Artur, keni një vit të ndarë. Nëse ka një lidhje Flora, unë në këtë moment nuk kam. Jo, mua më ka edhe poshtë që me kohë unë të thoshja, ti vjen në punë, unë të thoshja. Po ke njeri thuon, edhe i mbajta shumë, i mbajta në zëmër që më hëngre shpirtin. Po nuk e them se këtë. Po jo, ja dite që kam ardhur, që më erdhi te baqa, e kishe brenda tje dhe më pana dritarja. Më pana dritarja kur erdhi te kaseta. E qapu prap ti pasaj kun që tu këtu zotar Kunati këti, kur është futur djali brenda, që ky mbliste familjen sa herë që kishte një problem që zihesh me mua për gjëra dhe ose e vinte plejteni plaku me plakën, edhe kjo ja bënde kështu, më fal, nuk bëj më. Do problemet familje. Dhe kur është futur djali ka thënë vetëm një fjalë. Babi, kur të mbarosh me këta, do flasim 2 minuta se nuk kam kohë. Ngrihet kunati këti, ja, as këty, nuk kam kohë. Pa i dhe kam punë me ty, po sa e nërëdja pa i ishte 3-4 që vine më kërcënonde, për qa du ta nërja mu? Po ku mërë qërësat e fugonit, të forti. I shave gomat e makinës djalit dhe bëri aksident. I bëm ti, si do vija unë t'i qave gomat makinës. Vazhdo. Shko si fillet ajo. Mirupafshim. Largo. Dakor. Ti ik bëj denuncë prapë se ke ti atë, ik bëj denuncë shkoj tu ka thënë Arturi. Jo, shko çfarë do bëj tash Osta. Shko çfarë do bëj do marr të gjitha këto tash do t'ja paraqis karabinier do thotë se çfarë ka thënë. Ik bëj denuncë, se i jam mësuar me denuncë ti. E bëre të zyrën, e bëre si shtëpi pa qira. I dashur Artur,
Unë fola gjatë me Florën dhe ajo që kuptova ishte që konflikti në familjen tuaj ka ardhur për shkak të njerëzve të familjes tuaj dhe për shkak edhe të problemeve që kanë sjell fëmijët. Por aman. Guarda, nuk mos i beso të gjitha, dakord, unë po them, dakord, po nuk ishte ky veprimi, se më e bën që në fillim kur isha mirë, po e bëri në moment me vjet kur erdhën njerëzit që do ma shu. Nuk e njeh, e njoh unë atë vajta 32 vjet se s'është herë e parë. I dashur Artur, martesës tuaj i ka ardhur fundi. Keni një vit të ndarë, për hir të moshës që keni, për hir të 4 fëmijëve që keni, mundohuni të qetësoheni, të gjeni gjuhën e përbashkët dhe secili të shikojë jetën e vet. Po nuk gjendet, unë nuk kam besim tek ajo. Shko çfarë bëri një herë teatror. Guarda, ja për kokë atyre të vegjël se me ata më vëm shpirti. Shko çfarë bëri një herë, i thash unë isha me ernia diskale, edhe më dhënte mezi se kisha bëra punën, isha guardia në Firenze në Vianovuli, në një shkollë, edhe kur vajta në mëngjes vajta i bllokuar, edhe mezi jam gjitur në përshkallë se rria në katë pari dhe mine. E qartë. Edhe u shtrita, u bllokova fare komplet. Edhe kjo me djalë i thash unë çfarë duhet voltaren apo ta diu. Vajti më mori një ilaç kortizone. Që unë atë nuk duhet ashu, më ka vdekur me duart e saj, më piq. Edhe më mori kortizon, edhe më bëri gjilpër, edhe unë thënë çfarë më bëre, më ajo filloi zemra pasaj, po ja bënte më bënte shumë zhurëm. Edhe i thash unë çfarë më bëre, erdhi ditën e dytë, tha, do ta bësh apo ti iki? Ta kisha bërë ditën e dytë, ika, nuk do isha sot, më mirë të ma kish bërë, po nuk e di, nuk e pandeva, ta di ashtu, të ma kish bërë. Edhe nuk e bëra, i thashun jo, nuk e bëj. Kur u grita unë pasaj, vajta te doktori, i thashun, këtu atë gjilpërën që më dhe çaj gjilpëre, më thamu. Kortizone, thashun, që shkujt kortizone i kështë e dhënë. Po, dha bire këtu, tha si sputo io, avandi të tha. Mua do më fusë brënda ajo, tha. Ja kështu ka thënë doktore, a bastarta, tha. Mua do më fusë brënda me këto gjëra, tha. Bire këtu, tha. I thashun, po ti, a i gjitha atë ilaçin. Më dha mua, po e mora, tha, i thash, më parë të farmacisja, kështu e bua për vete, kish gënjur se nuk jepen pa recept, ato jepen me recept. E qartë, po. Kish gënjur, kish të na kish marrë për një plaka, nuk e di, më dha mua që kështu na të do ngrihesh në këmbë. Kjo bënë për të me hequr qafe. Artur, por gjithsi mos e merr kështu. Ndoshta e ka dashur të mirën, të vejë në farmaci, të marrë një ilaç. I dashur Artur, unë mendoj që gjërat nuk zgjidhen kështu. Edhe në qoftë se bëhen mediatike, edhe në qoftë se ngrihet zëri, ky lloj ngritje zëri nuk zgjidh asgjë. Ma beso këtë gjë. Po që ndërtuar se kam ngritur unë edhe kur në shtëpi kur bëjshim llafe si llafe familjare që gjithë, kjo unë i thoqa ule më se na dëgjon gjithë pallati ule zëri. Ta thash në kuptimin tjetër, figurativ. Ne të vetë i thoshin që oma çfarë bën ule zëri. Ta thash në kuptimin tjetër që të ngresh zëri në media dhe të kërkosh të drejtën është gjë shumë pozitive, por kjo metodë nuk është pozitive. Ma beso mua, po të flas nga eksperienca ime, jam një gazetare e vjetër që merrem me këto histori. Dhe dua të them, qetësohu, merru me shëndetin tënd, primare është jeta jote, shëndeti jot, zemra jote. Mundohu të gjesh gjuhën e përbashkët me nënën e fëmijëve, me Florën. Jo, po nuk e gjej dot me atë unë se kam frikë, kam më bes tek ajo, nuk kam më bes. Atëherë, nëse nuk e gjen gjuhën e përbashkët, ajo ka jetën e saj, ti ke jetën tënde, ke fëmijët dhe vazhdo jetën. Dakor. Jo, edhe me fëmijët nuk kam, ata nuk i lë kjo, edhe unë vajta një ndiza ju dhash dorë, edhe ajo, unë si shtash me fjalë, ajo me gjutish më tha mua, jo, tha kështu, tha nuk va bene tha mua. Fëmijët janë të rritur Artur. Që kështu pa i çabri pse i dha, i dashur Artur. Ose edhe fëmijët tash do të dalin në çabën kështu i tash. I dashur Artur, fëmijët janë të rritur, janë në moshë madhore, por jam i sigurt që nëse ti do ndryshosh brenda vetes, ata do jenë me ty. Edhe ashtu kanë qenë 18, kanë qenë më shumë më të ngjitur me atje më se sa mua. Mirë, unë të uroj gjithë të mirat në këtë jetë dhe mundohu të qetësohesh dhe të gjesh ndryshimin brenda vetes. Po ndryshove brenda vetes do i kesh gjitha gjërat. Më pas, ma beso këtë gjë. Të përshëndes. Në këtë përballje nuk u arrit asgjë. Arturi tregoi se fajtore ishte gruaja e tij, ndërsa Flora në të kundrën tregoi se fajtor dhe shkaku që solli gjithë problemet në familje ishte pikërisht Arturi. Gjithsesi, unë do hap sërish të dritaren sepse zonja Flora është duke më pritur dhe kërkon të japi dhe ajo një mesazh të fundit. Arturi ishte i irrituar për shkak të problemeve që ka me shëndetin e tij, ti duhet ta kuptosh këtë gjë. Po nuk të lë kurrë të flasësh.
Dhe më vjen shumë keq që paka shumë na ka bërë që të gjithë dhe jemi bërë si ai. Unë e këshillova që të qetësohet dhe të gjej gjuhën e përbashkët me ty, për hir të fëmijëve, dhe pse gjithçka ka mbaruar mes teje. Jo me mua, jo. Ai duhet të gjente gjuhën me fëmijët, ma me mua të gjetur e kishte. Një ndarje me gruan dhe kaq, po fëmijët janë të përbashkët. Nuk janë vetëm fëmijë. Po me këtë mënyrë që sillet ai që tregon historinë e fëmijëve nëpër televizione, i ka bërë fëmijët që asnjëri nuk është dakord me atë që ka bërë ai. Ndoshta është e rëndë për një fëmijë që të dëgjojë që babai rrëfen ngjarjen e tyre, por kjo ngjarje u bë mediatike. Po, sepse ishte një plagë që paka shumë ishte mbyllur dhe ky vajti ja hapi në publik. Nuk ka vend varri ku të rri. Si reaguan fëmijët kur e dëgjuan babain? U prekën, u elmuan shumë. Sidomos ata dy që kanë qenë në burg thanë, historia jon ka 10-13 vjet që është mbyllur me televizione me publike. Ky tash është ndarë nga tyja apo po bën publik gjërat që kemi bërë ne para 13 vjetësh që ne e paguam atë që bëm. E por do ta pagojmë derisa të jemi gjallë. Qa lidhje kishte histori e tia, mund të fliste që unë jam ndarë me gruan, nuk flas me fëmijët, ma nuk kishte kuptim dhe nuk kishte rëndësi që të sqarohesh me detaje. Jenë në vetë, nuk e di. Gjithsesi, nëse më kupton. Ai e bëri atë rrëfim duke treguar gjithçka nga jeta e tij, unë uroj që ai të qetësohej dhe të lidhë. Kishte një ndarje me gruan, nuk kishte rëndësi të tregonte 30 vjet nga vite pa. Ndarja nuk erdhi se ne nuk kemi shkuar si kemi shkuar, kemi hequr si kemi hequr, ishin gjëra probleme familjare, kishim hequr bashkë. Ai mund të tregonte historinë e asaj nate, sepse ky iku nga familja dhe u nda me mua vetëm për një natë. Sepse mori karabinier telefon, pruri djalin, u bën denuncat, u dha urdhër mbrojtje, mbaroi muhabeti aty. Për 5 gjëra, s'ka shumë për të sqaruar. E dashur Flora, unë të uroj të jesh nënë e lumtur, pas gjithë të mirat në këtë jetë, dhe uroj që dhe Arturi të arrit ta kuptoj, të ndërgjesohet për hir të 4 djemve. Po, ma kur i the ti që ti e dëgjove shumë mirë. Kur i tham ne që ti je i sëmur nga leudopatia, nga lodra, nga salla gjoki që loste ditë natë, po unë los dhe tashti. Po, e pranoj. Tashi kjo është përgjigja? E pranoj që kishte varësi ndaj tyre dhe luante. Po, sepse kur dilte ky për jashta, kur nxishte ky fëmijë më për jashta dhe unë të vegjëlit i kisha na 3 na 4 vjet që sarria të blija panolino, ky ikte loste mëngjesje darka në Bixhos. Dhe ata 2-3 herë që të vegjël që e kuptonin babi mama, si los ti që ne s'kemi qumush për Alen dhe për Françin. Ne s'kemi panolino për Alen për Françin, ti vetë los, ky i qëllonte i nxishte për jashta. E janë situata të rënda, e kuptoj. Kështu që gjërat kanë masish ndodhën pasaj katastrofat gjërat më pas, unë ngela vetëm mes 4 rrugëve me 2 fëmijë vegjël. Edhe ndënja pranova dhuna, ofezat, familjen e tia, të gjithë, se nuk kisha nga e mbaja më. Kisha shumë gjëra të tjera, unë gjërat e atyre nuk më dukeshin asnjë gjë përpara hallit e problemit të fëmijëve. E kuptoj. Nuk e di se më kupton. Jo, të kuptoj drejt. Si nën, si grua, si fëmër. Të kuptoj drejt. Prandaj të thash, të uroj të jesh nëna më e lumtur dhe patsh gjithë të mirat në këtë jetë. Rof, shumë faleminderit. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të kësaj videos. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar apo dhe një eksperiencë të bukur për të ndarë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim këtu në YouTube, ku çdo paradite ora 10 jam live me ju. Faleminderit dhe ritakohemi nesër.